Gjatë natës, forcat ajrore të Polonisë ngritën në ajër avionët luftarak dhe vendosën sisteme toksore të mbrojtjes ajrore në gatishmëri të plotë, si reagim ndaj një vale të sulmesh ruse kundër objektivëve në territorin e Ukrainës. Lajmi u konfirmua nga Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura Polake, e cila theksoi se masat u morën për shkak të sulmit të Federatës Ruse ndaj objektivëve të vendosur në territorin e Ukrainës. Sipas njoftimit të Komandës Operacionale të Forcave të Armatosura Polake, u dërguan çifte avionësh luftarak ndërsa sistemet e zbulimit me radar u aktivizuan në nivel maksimal alarmi. Për të garantuar lirinë e operimit të aviacionit ushtarak, Polonia mbylli përkohësisht aeroportet në Lublin dhe Rzeszoe. Një masë e bërë e ditur nga Agjencia Polake e Shërbimeve të Navigimit Ajror. Warszawa kishte paralajmëruar më herët se ishte përgatitur të ngrinte në ajër avionët e saj për të mbrojtur hapësirën ajrore dhe kufirin lindor, sidomos pas intensifikimit të sulmeve të fundit ruse në Ukrainë. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi se forcat ukrainase u përpoqën të godasin objektiv në qytetin e Voronezhit me raketa amerikane Atacams. Sipas autoriteteve ruse, 4 raketat u interceptuan nga sistemet S-400 dhe Pantsir, pa shkaktuar viktima. Megjithatë, mbetjet e tyre shkaktuan dëm materiale në disa ndërtesa përfshirë një jetimore dhe një banesë private. Edhe në Ukrainë situata është e tensionuar. Kharkivi u sulmuar rënd gjatë natës me dron rus, duke lënë mbi 30 plagosur mes tyre 2 mitur. Zjarret shumta shpërthyen në disa zona të qytetit. Ministria e Energjetikës njoftoi ndërprerje në disa rajone për shkak të një sulmi masiv me dron dhe raketa lundrime që synuan infrastrukturën energjetike. Ekipet e shpëtimit do të nisin riparimet sapo të lejojnë kushtet e sigurisë, ndërsa ndërprerjet pritet të hiqen me stabilizimin e sistemit energjetik.